E përmendëm shkurtimisht në dersin e parë se disa njerëz, do me thonë, janë munduar që meselen e Dejxhalit ta shëndrojnë në mesele metaforike. Do me thonë, kanë thonë, nuk ka për qëllim njerë, po është për qëllim fesadi, është për qëllim fitnet e mdhaja, disa kanë thonë teknologjia, për këtyne më të më vonshmive, jo më të më hershmive, do me thonë, flasë për shekullin e fundit, ndoshta kjo fjalë është përhapur shumë, sepse muslimanët janë dobësuar, do me thonë ndikimi i sulmeve të orientalistave, kështu me radhë ka shkaktuar që ta shohin, do me thonë, fenë e tyre vetë muslimanët me një farlloj kompleksi. Dhe kjo ka shkaktuar që sa herë që ka ardhur ndonjë sulm, ka jon, nuk janë munduar që ta kundërshtojnë sulmin, po janë munduar që t'ja përshtatin, do me thonë, fenë sulmit, dhe kjo nuk ndodh me dietarët e mëdhej, dihet, mirë po me disa mendimtarë dhe njerëz që mundohen të flasin për fe. Sa që subhanallahu prej gjërave që përmenden është se kur ka dalë në fillim teoria e Darwinit para më shumë se 100 vjet, disa prej muslimanëve, jo prej dietarëve të mëdhej, po disa prej muslimanëve, do me thonë mendimtarëve, atyre që ju është dëgjuar fjala në atë kohë, disa prej muslimanëve duke menduar se usos puna kjo vërtetu ku e diçka, kanë argumente të fuqishme, çka kanë thonë, subhanallahu, kanë thonë, po qashtu është pi majmunit, ama Allahi e ka kriju pi majmunit. Do me thonë, janë munduar në këtë tja përshtatin fes, dhe kjo është devim. Feja është baza, tekstet e fes janë baza, pa marë parasysh se në atë rast sprova, fitnja është e madhe, teksti është ai cili t'jepet përparësi. Dhe ne tash e dim se teoria e Darwinit, do me thonë teoria e kësaj, ka ra tek shumë prej shkencëtarëve. Dhe ata që e përkrahin me fanatizëm. Do me thonë janë anglez fanatika ndaj Darwinit të cilët e përkrahin. Mirë po, kur ta shikosh në aspektin shkencor, s'ka asnjë far baze. Edhe me Dejxhalin kështu. Disa prej njerëzve janë mundu të thonë se është metaforë, se është, do me thonë, teknologjia, mirë po kjo nuk ka asgjë të vërtet. Pejgamberi a.s. ka thonë është njeri, ka thonë njënin si e ka të fshim, qorë, ka thonë se do t'i shkruaj qafir në balë, do me thonë kefir, ka thonë se do të shfaqet, është kështu, është ashtu, krejt cilësit, njerëzit do t'a shohin si njeri, do të komunikojnë ma, do të bisedojnë. Nuk është për qëllim sistemi, do me thonë do një sistem i kufrit, i sodit, nuk është për qëllim teknologjia. Madje dietarët e Ehlusunetit kur kanë thonë se nuk është për qëllim teknologjia, për argumenteve kanë përmendur se Dejxhalli s'mund të hyjë në Mekë dhe në Medinë, kurse teknologjia ka depërtuar edhe në Mekë edhe në Medinë. Pra nuk ka argument që e bën këtë farlloj që përforcon faktikisht këtë mendim. Dhe prej këtyre më bashkohorëve që mund t'i përmendim që e kanë këtë mendim, është Imran Hussein, me të cilin janë sprovu shumë prej njerëzve, sepse ka oratori njeriu, më thonë din të shprehet, ka oratori dhe shumë prej njerëzve mendojnë se krejt çka thot ajo është tamam. Kjo gabim, sidomos kur vjen tek shenjat e kiametit, tek Dejxhalli dhe dhe gjëra tjera ka devime, do me thonë, bën tawil, i mohon këto, faktikisht ai thot se është për qëllim sistemi, thot ajo dita sa një vjet është për qëllim sundimi i mbretërisë angleze, apo Britanisë së madhe. Dita thot sa një javë, sa një muaj është për qëllim sundimi i Shteteve të Bashkuara, dhe dita sa një javë është për qëllim kur Izraeli do ta merr në dorë, do me thonë sundimin e botës. Mirë po kjo s'ka asnjë far argumenti që e përforcon këtë. Dhe padyshim se kjo është dalalet dhe dietarët e Ehlusunetit nuk e përkrahin këtë mendim. Si mund të kundërshtohet ky mendim, do me thonë, mund të kundërshtohet me atë se pejgamberi a.s. ka folë qartë. Lese ka thonë se është njerë, po edhe ja ka përmend cilësit në mënyrë detale. Kjo është një argument. I dyti është hadithi Ibn Sajadit. Ibn Sajadi, jahudiu në Medinë, për cilin pejgamberi a.s. dyshonte se mos a nuk ka Dejxhalli, do me thonë kishte dyshime rreth tij,
Ibn Sajadi ish njerë, apo? Si kur tish për qëllim metafora, nuk do të dishonte tek një njeri, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu hadithi i Temimet Darit, radiallahu anhu, i cili tregon se kanë shku me një ishull dhe kanë parë një njeri të lidhur, i cili pas ka pas sifatet e Dejjalit, do me thonë. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka treguar këtë hadith. Edhe kjo tregon se Dejjali qenë ka një njeri. Edhe pse as për Ibn Sajadin e as për atë nuk ka thonë pejgamberi alayhis salam se ky është 100%. Mirë, po këto argumente janë argumente 100% se ai është njeri, nuk ka mundësi të jetë diçka metaforike, diçka, do me thonë sistemi caktuar apo kohë caktuar apo fitne, do me thonë kështu në përgjithësi. Sepse për ndryshe atëherë del se dyshimi që e ka pas për Ibn Sajadin Muhamedi alayhis salam ose hadithi i Temimet Darit del se këto janë palidhje. Unë nuk e di se si ata që e përkrajnë këtë mendim çka bëjnë me këto hadithe të sakta që janë në Buhari, në Muslim, do me thonë çka bëjnë me këto hadithe, si komentojnë apo çka u bëjnë, ai mohojnë, çka u bëjnë, unë se di, mirë po nuk ka mundësi njeriu t'i lexojë gjitha hadithet e Dejjalit edhe të bjerë në përfundim diçka tjetër përveç asaj se është njeri. Po si jeton pak më gjatë, ka desht Allahu subhanahu wa taala. Për Allahun çdo gjë është e lehtë. Apo çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka desht Allahu subhanahu wa taala që këtë rob ta bëj pak më ndryshe që të sprovohen njerëzit. Disa prej dyshimeve që i kam përmend se kjo është temë e gjerë, mirë po këto më të rëndësishme kanë thonë se këto gjëra që i bën të jashtëzakonshme Dejjali mund të shkaktojnë që dikush ta ngatrojë me pejgamberët. Andaj nuk është e saktë se Allahu nuk mund të jep, do të thonë, Dejjalit diçka që është e ngjashme me mucjizat e pejgamberëve. Përgjigjja ndaj kësaj është se nuk është e vërtetë, nuk mund ngatrohet me mucjizat e pejgamberëve. Se Dejjali nuk pretendon se është pejgamber. Si ka mundësi kjo me këtë ngatrohet? Si hërbazat, disa prej tyre ndoshta edhe ngriten, fluturojnë. Mirë po, se cili që e shef se është punë shejtani kjo, nuk është punë prej Allahut subhanahu wa taala, do me thonë. Në rastin e Dejjalit, ai do të ndihmohet me shejtana, me xhin, padyshim. Do të ndihmohet me gjitha këto gjëra. Po edhe Allahu subhanahu wa taala do t'ia mundsojë disa gjëra, mirë po këto janë të qarta se nuk janë, do me thonë, prej gjërave me cilat mund ngatrohet me mucjizat e pejgamberëve. Sepse Dejjali thotë unë jam Zot, edhe me gjitha të është qarë, nuk shef. Më thonë është e qartë kundërthënia e tij, për atë që ka besim, për atë që beson në Allahun subhanahu wa taala. Si ka mundësi të jetë Zot as njëri sy e ka qartë, tjetrin e ka të deformuar, kompti ka të deformuar, siç e kemi përmendur në dersin e parë. Çfarë Zoti është ai? Apo ka nevojë të ushqehet, ka nevojë të kryejë nevojë fiziologjike, çfarë Zoti? Më thonë, meselja e tij është e qartë. Sprovat e tij vetëm do të jenë për ta nxjerrë kufrin e qafirave, se besimtari që ka iman nuk mund ta dëmtojë.